të gjithë besimtarët kudo që janë anë panduruzut të kësorë të cilët e adhurojnë Zotin e Madhreshëm, sidomos në këtë muaj të bekuar Ramazan, në këtë ditë dhe net të bekuara që kemi hyrë tashmë në 10 e fundit të muajit të bekuar Ramazan. Vllazë të nderuar besimtarë, në qenë se pejgamberi alayhis salam na ka dëftuar që në fillim se muaji Ramazan dohet në 3 pjesë, 10 që i parë që është rahmet, 10 që i dytë është magfiret, pra falje gjunash, edhe 10 që i tretë është itqu minan nar, shpëtim nga zjarri i xhenemit. Ne tashmë veç kemi hyrë në muaj në 10 e fundit të muajit të bekuar, pra 10 që i tretë që është itqu minan nar, shpëtim nga zjarri i xhenemit, ku e di fare mirë se çdo natë i madhe Zot i bën listat e njerëzve me emrat e tyre që i liron nga zjarri i xhenemit. Çdo natë në numër të madh, e sidomos natën e fundit, sa komplet krejt muajin i liron atë natë. Prandaj lutemi që inshallah mesin e këtyre netëve, e sidomos mesin e këtyre netëve të 10 të fundit, të na regjistrohen edhe emrat tonë, me punën tona, me angazhimet tona, me aktivitetet tona, që edhe emri jonë të regjistrohet, po në të lista që të ndalohemi, të dënohemi, ose të na dënoj zjarri i xhenemit. Prandaj, duke ndisur nga praktika e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ne do të cekim se vlerat e këtij 10 të fundit, për cilat ne duhet të angazhohemi edhe ta dallojmë, sikur që ka dalluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kemi hadithin që transmeton Aisha radhiyallahu anha. Kemi 2 hadithe që i përmend ajo se për veçorive të muajit Ramazan është veçoria e parë që dallohet se i dërguari ynë Muhamedi alayhis salatu wassalam, që është i dalluar ai me adhurimin e tij ndaj Zotit, në përkushtimin e tij ndaj Zotit gjatë të vitit, pa dallim. Po në Ramazan sidomos, e në mesin e Ramazanit në 10 e fundit. Prandaj thot Aisha radhiyallahu anha, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yashtatu fi al-ashr al-awakhir ma la yashtatu fi ghayrihi. Pejgamberi sa është shumë angazhuar në 10 e fundit, më shumë se sa herave të kaluara. Është angazhuar tepër, e ka shtuar intensitetin, e ka shtuar aktivitetin dhe është domosdoshmë me adhurime, ibadete të ndryshme. Po ashtu në hadithin tjetër thotë kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashr shadda bi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Kur ka ardhur kur ka ardhur 10 i fundit, çka ka bëu pejgamberi? Shadda bi'zarahu, e ka shtrënguar rrypin. Është një metaforë që tregon se pejgamberi selam, edhe pse ka të lejuar, sikur na krejt muslimanë që kemi të lejuar natën me ofru grave tona, pejgamberi selam në 10 e fundit është larguar edhe nga gratë e veta. Domthonë ka shtrënguar rrypin dhe është përkushtuar tot kohën vetëm në adhurim ndaj Zotit të Madh. Dhe e kanë gjallë natën e tij. E kanë gjallë domthonë me adhurim, qoftë në namaz të natës, qoftë me lexim Kur'an, qoftë me ibadet. Wa ayqadha ahlahu, edhe i ka lëzuar nga çumi familjarët. Që është specifik se pejgamberi alayhis salam domthonë e ka gjallë vetë, po e ka çuar dhe familjarët. Në Ramazan nuk duhet me prittuar, nuk duhet me hezitu. Na kemi dhe jashtë Ramazanit, thot pejgamberi selam, Allahu e mëshiroft një burr i cili e thirr gruan për të falë sabah. Në fjalë jashtë Ramazanit, kur kemi jashtë sezonit, Allah e mëshiroft edhe një grua e cila thret burrin e vet me çumë falë sabah. Mëshirë, lutje pejgamberi selam për ata njerëz se thrasin familjen me çumë fal namazin me kohë. E sidomos tash në Ramazan 10 e fundit. Do të me lënë gjitha ato tjerat angazhime, gjitha ato obligime që i kemi, me i përkushtuar adhurimet në këtë 10 e fundit. Edhe dietarët e mëdhenj që marrë me dije, ku dituria shumë e vlefshme se sa adhurimi. Me kërku dituri dhe me mësu është me e vlefshme, ma sa se sa me bo adhurim. Por edhe dietarët e mëdhenj, sidomos dietarët e hadithit, i kanë lënë librat e jenë përkushtu këtë 10 e fundit, ma shumë nga jetë adhurim dhe i batet. E lexu Kur'an, e me falë namaz nate, e me dallu këtë 10 e fundit pak ma shumë.
Prandaj edhe ne është praktik, është e mirë që ne të angazhohemi me gjitha llojet e ibadeteve që mundet të bëjmë, është lexim Kur'ani, është namaz. Që thotë edhe Imam Maliku, Allahu xhaleshanu dikun ja bën rrezik, ja shishman, dikush me fal namaz, dikush me lexu Kur'an, dikush dikush me bëu dhikr, me bëu tasbih, tehlil, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Po çka do të qoftë që bën? Ose mi voton Allahu ka pak namaz, pak Kur'an, pak dhikr, pak ato, pak gjithë ato me mund me i përzi është mas mirë. Po kuj flan zana dikuna le të banë që ato që i flan zana. Ty kush ka qef namaz, me falë gjatë. Po zate namazin, 10 ditë janë, nuk janë shumë. Edhe në xhami, rrini ma gjatë, dini pas kohët, shudëzane, sa është 10 që punë nuk përsëritet në bërë. Prej veçorive tjera është, se pejgamberi sallallahu është angazhuar shumë edhe namazin e natës. Namazin e natës është namaz, edhe taravitja namazin e natës. Po hala namaz, hala ma shumë se sa taravit. Pjesën e tretë natës. Pse jo? 2 rekate, sa të kesh mundësi fali. Sa të mund është gjatë, pejgamberi a.s. me ka falë aqë gjatë, sa që kom të kanoj për të ne gjatë. Edhe Aisha radhiyallahu anha më thotë, ja Rasulullah, po pse bre ka gjëkat? Kur Zoti i Madh ty ti ka falë gjënat, hala pa i bot ka garantuar se ti të falë. Afala akunu abda shkura. Atë mos jam rob falendërues dhe Zotit ku më ka dhënë këtë begati dhe ka këtë privilegj, e ona mos më falendërues Zotin e Madh. Prandaj është falë gjatë. Sidomos ti dhëçi në fundit. E na sot pritojmë, subhanallah, në të taravi, edhe akuzojmë hoxën, hoxë na i banu, një orë na banove. A ka që fejtë të me ikë për Zotit, takimin me Zotit, a qa që një përmalu, që po e një mej, ma vrë plasnisa, valla nuk shka shtu. Nuk është një dashni dhe i Zotit. Kur e dënë Zotin, i dënë edhe sane që i dënë Zotit. Zotit ma shumë se namazin, shka ko që e dënë? A më spidon kafat me nejta ti me shku me bu ma abeta? Ku po shkuj me dhe nëse kërën? Shkan të shpia që televizor, shkan të shpia që telefon, shkan kafe, dujnë kafe. Ramazan është bërë vlasni, duhet me dalu, atmosfera Ramazan që kjo është. Jo është me një iftar tjesht me hambër me pje dhe hajtë tash, po bëna qe, po rrina. Jo, kini varë tjera dit, Ramazani, në gjallën e Ramazanin. Edhe namazin natës. Ty ko është bërë, po është bërë me i falë 5 vaktet. Jo, nuk është bërë. Është të vërtet që Zotin e ka obligu me farze, për shkak namazi farz, zakati farz, agjerimi farz, po çdo farz ja ka bashkangjitur edhe ka nafile. Kemi 5 vakte që kena farz, çdo do të më fal. Po na ka shtuar edhe nafile. Namaz nafile, agjerim nafile, zakat sadaka nafile, hax farz që edhe hax nafile, umre të mund këtë kemi çdo vepër ka kundrejt farzit ka dhe nafile. Kemi nevojë, vallahi kemi nevojë. Sepse thotë edhe Zoti, kur edhe Zoti që shpërndan pejgamberin sa hadith, qala Rabbu subhanahu undhuru hal li'abdi min tatawwun fayukmal biha min naqsin ma intaqasa min al-farida. Thotë Zoti i Madh, shikoni robët e mi, a ka në nafile, mi a plëcu farzët që ka në mënkull. Jo keni vreqe dhe farzë kër e falim dhe jom salam e selamu alaikum wa rahmatullah dhëmë thona trijës estakfirullah për asyri se s'kena mujt me adhën hakun farzë që zhduhen e Zotë me mshire në ti kërkuj falet e aj që ajme mshire ti mi mbuluar, mi plëtsu këtu edhe këtu mangësi që kena në farzë tonë që kena plët farzë e bajfal na e plëtsa me na file që i përë për te kemi nevoj shumë kemi nevoj. Kjo më në të regvan se suku që po kemi nevoj një iftar me hangër të ndite po agjerojmë se trupe e kërkan se kam me të ndite e visi vyri po hangër edhe shpirti është edhe ma i juritur edhe ma nevojni shpirti se sa trupi kur është e ushqimi i shpirtit është namazi është leximi Kur'anit është dhikri duaja lutja pra dhe duhet të falemi e duhet të ta gjallëm edhe këtë ditë pra përveç që është nata angazhimi i madh është namazi natës. Pa në veçorive të rrëdhë që është se këtë dheq është nata kadrit. Edhe krejt shpresojna, edhe krejt dojna, lakmojna, kemi qef me qëllu natën e kadrit. Se me qëllu natën e kadrit duke në gjallë me i badet.
nuk ka falje me e madhe. Që kur thotë Allah në Kur'an, Lejletul Qadr khairun min alfi shahr. Imam Nakhaiu thotë se puna që bëhet në natën e Kadrit, për një natë e kish shpërblimi sa bën 83 vjet e 4 muaj. Pra 1000 muaj bëhet 83 vjet e 4 muaj. Pra me një natë, me një moment, subhanallah, e fiton këtu. Pra ne thotë edhe në hadith në thotë, men qama Lejletul Qadr, ose kush e falet natën e Kadrit, i falet gjitha gjunat, pa falet me imane, me shpresë ka Allah, i falet gjunat që i ka bëhë më herë. E kush nuk dënë me qëllu këtë natë. E për me qëllu këtë natë, o vllazni duhet me kërku këtë natë. E ku është kjo natë? Nata 27 si pas transmitimeve disa hadithe, po disa hadithe të tjera, në thonë natën e 21, natës tek. Dheqën e fundit sigurt, po në Ramazan sigurt, po dheqën e fundit. Po në të tek, por edhe këtu është edhe një dilemë vllazni. Ramazani jo gjithkund vot fillon, se tash ka edhe dietar që ka thonë se kanë hemurit nata 4 me qëllu dhe natën edhe në të qeft. Qysh qeft? Po do vana për shembull nëse na kemi filluar Ramazanin, që shumica vana kanë filluar me ditën e mirë, disa vana kanë filluar më vonë. Për ne është numri 8, për ta është numri qeft, për ne numri qeft për ata është numri 8. E muret me qëllu dhe ajo natës e dina. Mund me qëllohet që nata e promë që të konë dita e gjomo në natën që thonë djetarë me ra, nata e gjomos në ditën, natën 8, që konë pra nata 21, ka gjasat ma që ajo më ka nata e 4. E nuk e dime ashtë 21, 23, 25, 27. Pra ndaj na duhet në luftu komplet leqën, pse jo dhe komplet Ramazanin. Për me fitu, pse kjo? Donë Allahu Gjelle Gjelalu me po burra që e majtë fjallën. Kur thuj jam besimtar, po duhet me majtë me vejbër, jo me fjallën, me lafe. E besimtari po e marë, edhe me ibadete adhurime gjatë tërë saj nate, dhe gjatë tërë pyne dhe ditëve të fundit që kemi. Po ashtu për veçorive të dheqët fund është edhe itikafe një ibadet i lonë domazdore të na, është edhe ma herët është praktikuar dhe të popull dhe jonë, edhe sot praktikuar të një pjesë, ka fillu më unë gjallë, itikafe është më mbyllë në një gjami, për i gjamia dhe ku fale 5 kohët, që këto 10 ditë të plota me nejtë brenda në gjami, vetëm duke adhuru Zotin. Mos me dajt vetëm për nevoja personale, për më ndru abdesin, ose marrën e ushqimit syfër dhe iftarë. Me përkushtu Zotit të madh vetëm për këtë ibadet. Me i lanë tjera të këtë, me i lanë qoftë edhe angazhime tjera. Nëse s'pojna këtë milion që është mësë mirë, këtë milion në Ramazanin më marrë, veç me adorim Zotë, bile që të dheqin e fundit. Nëse jo krejt të pak të që të ditë. Ose nëse s'pojna me i lanë punë, që shkemi thënë edhe më herët, me zvëplu orari pak me reduktu pak punë, me ju kushtu edhe me përkushtu do më në adorimin në këtë muj të bekat, këtë muj të mëshirës. Pashtu këtë muj, këto 10 ditë që në fundet i kemi edhe dy adhurime që i mund me bumë zakonisht, njëra që lidhet me Ramazane, që është Sadakatul Fitri. Sadakatul Fitri është pastrimi i agjerimit të besimtarët, i cili dhe më thonë, gjatë agjerimit mundet me folë fjallë pahishme e vitri e pasranë. Bile do të me dhonë se cilin, kërej do të me dhonë se thonë, vitri betet vjerë derisa të domon agjerimi betet vjerë derisa të jepet vitri. Duke ja vitrin jetë vjerë, prandaj është një obligim që krejt besimtarët duhet me dhënë. Agjerun nuk agjerun, edhe për fëmijë edhe për të rritur dhe për këtë, domon në dheqën e fundit, sidomos pjesën e fundit, po ashtu që lidhet me ibadet me para është edhe zeqati. Nuk ka të bëjë zeqati, nuk është i lidhur me Ramazanin, po besimtar të e lanë me Ramazan për shkak se vapit më i madh që është, shpërblimi më i madh i kryerjes së një faze në Ramazan, pe e lanë me kryer dhe zeqatin atë haulin një vit më po pe e lanë në Ramazan, ose të qoftë kudo që kryet është mirë, e pse jo edhe në Ramazan lidhen këto ibadete këtë muaj domon dheqën e fundit të këtij muaji. Inshallah Zoti i Madh na mundson me shfrytzuar maksimum. Është një sezon aksionar, në edhe bizneset të ndryshme, ku bëhet ajo bursa, po dalin çmir, ato aksionet në treg, Zotin e ka dhënë krejt mundësi, ne kemi tash në treg.
apo dojna me fitu, apo dojna me dalë fititor nga kjo muj, apo dojna me dalë, që shka thonë edhe hadithin e Gjibrilit që ka orë të pejgamberi a.s. Edhe ka dëgju sahabët, lazëm, dhe mos t'jemi mesin e tyne 3 grupeve, përse të po thëmë këto si vrejtje për veti dhe për juve. Thonë sahabët e dëgju njërë pejgamberi s.a.m. duke hypë mimberit, 3 shkallë. Shkallën e parta amin, shkallën e dytë amin, shkallën e tretë amin, po na nuk e dishme që ka po thot pejgamberi s.a.m. E masa na i pyetëm, çka ka kjo amin që dëgju? Pa erdhe Gjibrili a.s. dhe më tha, ai i cili e nxan, domthonë një prind ose 2 prind gjallë, e përmes tyre nuk e fiton xhenetin, haram e ka xheneti aty. Kurse fiton me prind, me kënda me fitu xhenetin, për njerëzve. Për cilët njerëz do me fitu xhenetin kur me prind tu nuk e fiton? E dyta, thuj amin, tha. E dyta tha, ai i cili do më thonë, përmenet emri Muhammedit a.s. Emri jam, emri pejgamberit, e nuk bjerë salavat edhe ati të njëri. Por e duhet bjerë salavat, sa përmenet emrat e pejgamberve si da mos Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Edhe treta që e lashtë fond është në aj që rrinë muaj në Ramazan, vjen Ramazan, vllazni Ramazani për erë që shkoj, edhe në javë, s'na me të shumë. E vjen Ramazani, e nuk e shqyta Ramazani, e nuk përfiton nga Ramazani, edhe nuk e fiton xhenetin me Ramazan, me adhurimin muaj Ramazan, me qka mo dërë me fitu? Me qka tjetër pas Ramazanit dërë me fitu? Kur mundësia e madhe është këtu, shpërblimi i madhe është këtu, begatia e madhe është këtu, nëse edhe me Ramazan nuk e fiton xhenetin, atër haram i kohë xhenetin pra ti. Me qka tjetër dërë me fitu? Inshallah jemi për atyre që përfitojmë, inshallah jemi për atyre që Allahu na bekon me mëshirën e Tij, me faljen e Tij, që na duhet bëjmë shumë istighfar, për falje ka cilët, astaghfirullah, mu pendu mu kthy te Zoti edhe mu mundu sa të kena kohë, sa të kena mundësi për me adhuru Zotin, me bojëzmet edhe këtyre ditëve që na kanë vënë, e kur dalim ditën e Bajramit, me dalë për e me krenar, me dalë për e me balhapun, me dalë për e me që shëtot edhe Zoti gjenetit, zbukurahu, hjeshahu, rëgullahu, banu gati se rëbë të mive gati e përfundun sezonin e Ramazanit, edhe jenë nga që me hinë gjenet. Inshallah jemi për e tyne, e në mësot, e në e pranot.